Mirëmëngjesi, javë të mbar të gjithëve. Ju përshëndes. Bëra një njoftim te grupi WhatsApp-it, se të gjitha njoftimet aty do I bëj nga tani në vazhdim. Edhe tash që do hija pak më vonë live. Jemi ulur në një vend shumë të bukur, po këtu në Sarand ka diçka që këtë periudhë mbyllen të gjitha lokalet. Edhe unë me mendje të shkruaj te lokali imi preferuar, po ishte mbyllur. Edhe t'ja tregoj pak pamje të përshëndes, prit. Këto gjërat e vjetra zëre se s'po I shikoni. Shikoni nga aty edhe mbrapa, shikoni vetëm detin. Është shumë bukur. Edhe sot do e bëjmë live-in me patjetër, mos e çdo ditë do hyj live-un për ju, po kam për të bërë disa punë të rëndësishme që më duhet të lëviz, kështu që 20 minuta, maksimum 25 minuta do jemi këtu bashkë, por doja patjetër të hyja live sepse tema që do flasim sot është shumë e rëndësishme. Kam reflektuar gjatë gjithë fundjavës. Na të shtunën ishim bashkë, kështu që të dielën dje kam reflektuar shumë. E pat besoj postimet që kisha bërë. Bashkimi vetes. Është shumë e lehtë që sa do të arrisim nivelin e vetdijes, pra në çdo nivel të caktuar të vetdijes, ekziston një hapësirë ku egoja merr kontrollin. Pra ti ecën, vazhdon në rrugën dhe pa pritur gjatë këtij rrugtimi të vetdijes së lartë ndodh ndonjëherë që ti e ke lëshuar atë timoni dhe e ka marrë egoja. Dhe kjo na ndodh të gjithëve. Pjesa më e vështirë është që ne ta pranojmë, sepse kur ti e pranon këtë gjë, egoja lëndohet dhe është ajo vështirësia siklete që ti ke për ta pranuar këtë gjë. Prandaj është e rëndësishme të reflektojmë vazhdimisht në veten dhe ta vëzhgojmë veten. Dhe unë këtë gjë kam bërë gjatë gjithë ditës. Cilët janë ato element, pra të gjithë pyetjet që ju kam bërë ju, janë pyetje që ja kam bërë në fillim vetes dhe unë I kam marrë përgjigjet e mia nga vetja ime. Dhe di cila është pjesa më e bukur, sepse kam ndonjë deri në orën 1 të natës duke parë përgjigjet tuaja, I kam parë që të gjitha pa përjashtim. Pjesa më e bukur është që ato çfarë vetja ime mua më tha, mi keni konfirmuar ju. Kështu që të gjitha këshillat që mi keni dhënë me dashuri, të gjitha kritikat që mi keni bërë me dashuri, të gjitha sugjerimet që mi keni dhënë me shumë dashuri, janë ato çfarë unë I kam marrë përgjigje nga vetja ime. Kështu që arrim të ngjitemi një nivel më lart në vetdijen tonë, ta zgjerojmë vetdijen tonë, po mbi të gjitha arrim një nivel më të thellë të paqes së brendshme, se në fund të ditës, të gjithë ne në këtë jetë mundohemi që të kemi pak më shumë lumturi, pak më shumë mirëqenie, pak më shumë paqe të brendshme. Pra për këto mundohemi, si unë, si ti, çdo njeri tjetër aty jashtë. Nuk është se po luftojmë për të bëhemi pronar të planetit. Ne do ikim me duar bosh nga ky realitet. Kemi ardhur me duar bosh dhe do ikim me duar bosh. Por kemi ardhur si një qenie, një krijesë që ka pas nevojë për përmirësim, për të përmbushur disa pika në kontratën shpirtërore dhe të paktën të ikim si një krijesë më e plotësuar, më e përmirësuar, që I kemi arrit disa pika të kontratës tonë shpirtërore. Kemi ardhur ndoshta në një botë që disa elementë s'na kanë pëlqyer, ama kur të ikim ta lëm më të mirë këtë botë. Dhe vetmja mënyrë që ne ta arrijmë këtë gjë, vetmja mënyrë që unë të dal këtu si një njeri me vetdije të lartë dhe të flas për ty, dhe të dal këtu si një njeri që e ka ndryquar mendjen dhe e ka lënë egon që të vdesi, të zvogëlohet, dhe e ka shkelur me këmbat e egon e errët, e vetmja mënyrë është që ta bëj punën me veten e heshtje para se të dal këtu para teje. Dhe ma besoj që mjafton sikur një ditë të ulesh 2-3 orë dhe të reflektosh në një vend në natyrë ose në një cep të qetë të shtëpisë, dhe nuk e ke idenë se sa para ecën në përmirësimin e vetes dhe në rritjen e nivelit të vetdijes. Faleminderit. Tani ne ju penguam pakën me porosi që bëm. Jo, ma. Se jeni duke pastruar, e pa shoqërore. Faleminderit shumë. Vora një kafe. Pastaj isha bërë gati për palestër, në fakt më ndoli një punë tjetër që nuk është se është më e rëndësishme, por palestrën e bëj dhe në shtëpi në bazë dite ose shkoj dhe në palestër, ndërsa këtë punë vetëm para dite, kështu që presto më marri vllai pak më vonë, edhe do shkoj në palestër edhe unë do ikë të mbaroj 1-2 punë. Më gëzoni dhe më lumturoni shumë, edhe diçka, mos keni frikë që të vendosni gishtin te diçka të vetja që nuk shkon. Për shembull, Jona I ke filluar të përgjigjesh më me arrogancë. Jona ke filluar të përgjigjesh njerëzve më me mllef.
janë e njerëzve negativ, po janë nxjerrë më në pad errësirën e tyre se sa dritën njerëzve pozitiv. Pra, unë i vendosa gishtin vetes. Ej, zgjohu, nuk je ti kjo. Ti je më mirë se kaq, ti je më shumë se kaq. Ej, kjo gjë ty nuk të jep lumturi, po kjo ta vjedh lumturinë çdo ditë nga pak. Nuk ka të bëjë me njerëzit, nuk ka të bëjë me ju. Nuk ka të bëjë nëse do më braktisni ju, nëse do largoheni nga unë, apo nëse ju do më duartërkisni. Ka të bëjë me mua, me atë që unë ndjej kur unë sillem në një mënyrë të caktuar, faleminderit. Pra ka të bëjë me ne më shumë se sa me të tjerët. Prandaj mos ki frikë që ti vendosësh gishtin e errësirës tënde, vetes tënde, asaj çfarë ti ke nevojë të përmirësosh te vetja. Tani tema për sot është vëzhgimi i vetes, e kuptuat nga çfarë shpjegova deri tani. Vëzhgimi i vetes ka të bëjë jo vetëm me mënyrën se si ne mendojmë, apo me mënyrën se si ne reagojmë. Dëgjoje këtë dhe mbaje shënim se është shumë e rëndësishme. Vëzhgimi i vetes nuk ka të bëjë vetëm me mënyrën se si ne mendojmë, apo me mënyrën se si ne reagojmë. Ka të bëjë mbi të gjitha me mënyrën se si ne i bëjmë veprimet e vogla të përditshme. Nëse unë të them në këto momente, cila është gjëja e parë që ti bën kur hap syt në mëngjes? Çohesh nga krevati, del nga dhomë e gjumit, cila është gjëja e parë që ti bën? Nëse unë nuk ta pyes këtë gjë, ti nuk je i vetëdijshëm që gjëja e parë që ti bën në shumicën e rasteve është që futesh në atë rrjedhën, në atë kaosin e ditës. Dhe fillon truri përpunon ato informacione që ty të çojnë në një kaos. Nëse unë të them vëzhgoje veten, cila është gjëja e parë që ti bën në ato momente ti ndalon, tërhiqesh mbrapa dhe ke mundësinë që të marrësh atë drejtim që të nxjerr nga kaosi. Ma beso. Jeta është shumë kaotike, por ai kaos nuk të përket ty. Jeta është shumë kaotike, toksike, negative, ndonjëherë është një miksim i ngjyrës gri dhe të duket çdo gjë gri me të zezë, tek tuk ndonjë ngjyrë, ndonjë grimc, por nuk është gjëja jote. Nëse do e shikoje me sytë e tu, do ishte me ngjyra. Sepse fundja dhe ajo ngjyra e zezë që ne shikojmë me jetën tonë, kur ne i japim energjinë tonë që kemi punuar me veten, kthehet papritur dhe zbehet në një ngjyrë gri, dhe kthehet në një ngjyrë të bardhë, sepse ti e ndriçon me vetdijen tënde të lartë. Ama kur ti futesh në kaosin e njerëzve të tjerë, ti nuk ke kohë ta vëzhgosh veten. Ti nuk ke kohë ta ndriçosh këtë problem të caktuar, këtë sfidë në jetën tënde. Me pak fjalë ti hedh vallën e të tjerëve, ndjek ritmin e të tjerëve. Kjo gjë ndodhi me çështjen e vajzës, pra unë nuk pata kohë ta përpunoja unë me energjinë time të lartë, dhe çfarë u futa në atë energji negative, në ato shikimet me dhëmshuri, në ato frikrat e pasigurit për të ardhmen, ç'a do ndodhi, autizmi është ajo, është kjo, pra nuk arrit të jap shijen time, esencën time, ti hedhun atë përbërësin magjik kësaj formule, që buron nga unë dhe vetëm nga unë, nuk do vi nga dikush tjetër aty jashtë. Dhe kjo gjë kërkon një vetdije shumë të lartë, një vullnet shumë të hekurt për të çuar çdo mëngjes dhe për të thënë stop, unë nuk jam një robot. Çfarë po mendoj unë tani? Çfarë jam duke bërë unë tani? A i thash mjaftueshëm vetes time dashuri? A i thash mjaftueshëm vetes time dëgjoj se ti vlen shumë? Apo fillova ditën me një herë që ti jem një person, një njeri që ju shërben të tjerëve, që përmbush pritshmëritë e të tjerëve, që i vendos detyra vetes, e detyron veten dhe e dënon veten të bëj gjëra që nuk do që t'i bëj, apo jam një qenie e lirë, që e shikoj çdo sfidë, e marr, e analizoj, i jap një shpjegim unë vetë, jo të tjerët aty jashtë. Prandaj shumë e rëndësishme të kemi guxim, kërkon shumë guxim të madh, ti vendosësh gishtin e errësirës tënde dhe egos. Shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë të gjithëve që jeni këtu, edhe të gjithë që jeni këtu përballë me sfida si largimi nga jeta i një njeriu të dashur. Këto janë këshilla që unë nuk mund të jap të njëjtat këshilla boshe nga ky hovi që kam për t'i parë njerëzit të lumtur, edhe nga kjo energjia e madhe që ndjej brenda vetes, se kshu jam më shumë optimiste, kshu kam qenë që fëmijë. Dua domethënë të shikoj njerëzit të qeshur dhe dua që çdo njeri, edhe kur është i mërzitur, t'ia shtoj një buzëqeshje në fytyrë, ta kuptoj që jeta është e bukur më sado që përballemi me sfida, ama kur humbet dikë të dashur, është proces, nuk mund të futem menjëherë me këtë optimizmin. Dikush thotë kam humb vllain, dikush ka humb bashkëshortin, e ka lënë me fëmijë të vogël. Normale që këshillat nuk duhen kaq boshe, dhe nuk mund të jem kaq, të kem kaq mungesë empatie, duhet të jem pak më stabilizuar unë vetë,
të përpiqem, sepse faleminderit Zotit, Zoti nuk më ka sfiduar me diçka të tillë, por vetëm se unë jam vërtet e lumtur e përmbushur, nuk do të thotë që nuk do arrit të kuptoj dhimbjen e atyre që po e kalojnë këtë gjë. Pra unë ndaloj pak dhe them, një sekond, unë kam njerëzit e dashur. Çfarë ndjesie mund të jetë kur ti humbet? Në ato momente e kupton që është vërtet një boshllëk, një zbrastire e madhe. Dhe arrin t'ju japësh një farë këshille që atyre ndoshta nuk ju lehtëson dhimbjen momentale, po ju ndez atë dritën që është fikur, atë dritën e zbehtë në mendje dhe ndoshta shpresojnë që me kalimin e kohës mund të rrjedhin dhe ata me jetën dhe mund të vazhdojë jeta. Prandaj, sado sfida që jemi duke kaluar të gjithë ne, sado kushtëzime të cilat disa mund të zgjasin gjithë jetën dhe nuk hikin ndonjëherë, ama disa ndoshta një periudhë kohe, mënyrën se si ne reagojmë ndaj sfidave e kemi ne në dorë. Nëse unë qaj dhe zvarritem, çdo ditë nuk fitoj asnjë. Thjesht humb pas veten time. Nëse unë buzëqesh, po e kam sfidën, po do jem i qeshur. Kush të keq aty me buzëqeshur? Ta them një fjalë të mirë, ta falenderoj Zotin për gjërat që më ka dhënë. Pak shumë, kaq sa kam mjaftueshëm, unë kam zemrën plot. Vetëm mirë bëjmë, vetëm më shumë të mira do na vinë. Prandaj doja ta nisja këtë javë, këtë ditë me më shumë motivim të pastër dhe me më shumë inkurajim që ti të vëzhgosh veten tënde. Sepse ndoshta gjatë rrugës, edhe pse ke 5 vite që bën zhvillim personal, edhe pse ke qenë në fillim e bashkë me mua, jemi rritur bashkë, kemi bërë këtë rrugë bashkë, më duket se gjatë rrugës timonin ja ke lëshuar pak e egos. Ja ke lëshuar pak toksicitetit aty jashtë, njerëzve të cilët të kanë tërhequr vazhdimisht në errësirën e tyre. Prandaj ka ardhur momenti të ulesh sërish dhe të marrësh timonin e jetës tënde, kontrollin e jetës tënde, sepse ke vetëm një jetë. Dua të them diçka shumë të rëndësishme, tani thjesht më dëgjoni. Jam mirënjohëse për çdo mesazh, domethënë kam parë live edhe të njerëzve që kanë miliona ndjekësa. Nuk merr askush kaq shumë dashuri dhe komente sa merr një profil modest i imi me 110.000 ndjekësa. Unë jam e bekuar që ju kam këtu, por ju lutem për një moment mos shkruani. Kjo jetë shumë e shkurtër. Kjo jetë shumë e shkurtër që ne të qëndrojmë në të njëjtin pellg që jemi rrëzuar për shumë gjatë. Është normale të rrëzohesh. Është normale pasi ke pas trupin perfekt të shtosh pesh. Është normale pasi ke pas një biznes të suksesshëm të falimentosh. Është normale pasi ke qenë fort, motiv për gjithë të tjerët, vetë ti të zhytesh në errësirë. Të gjitha janë normale në këtë jetë, por nuk është normale që ti të notosh aty në ato lum për shumë gjatë. Nuk është normale që ti të vazhdosh të vjedhësh lumturinë vetes tënde. Kjo nuk është normale. E di pse s'është normale? Sepse në fund të ditës, pyetja e thjeshtë e vetme që duhet i bësh vetes është si u ndjeva sot. Çfarë më dha lumturi, çfarë më dha ndjesi jo të mira. Kaq ndjesi do marri me vete. Është e gjitha një iluzion, gara, çdo gjë që bëhet, plani i biznesit, plani i asaj, po jam dakord në një moment të caktuar të duhet punoj me qëllimet tona, por ndalo dhe merr frymë. Bëje çdo gjë me shpresën për më mirë, me optimizëm, vizualizo gjërat që ti do që të vinë në jetën tënde. Po në fund të ditës pyet veten çfarë më jep ndjesi të mira, është formule thjesht. Ndjesit, ne blejmë ndjesi, ne kërkojmë ndjesi pozitive, mirëqenie, lumturi, financa të mira, harmoni në çift. Dhe normalisht, kur ti pyet veten çfarë është ajo gjë që më dha ndjesi të mira dhe çfarë nuk më dha, ndrysho, vëzhgoje veten dhe ndrysho, bëj atë gjë që ty të bën të ndihesh më i përmbushur si njeri. Kjo është jeta. Të gjithë në fund të ditës duan pak më shumë lumturi, pak më shumë liri të shpirtit, të mendjes, të kesh 2 lekë më një anë, të jesh i lirë të veprosh, të kesh atë lumturinë kur je në një ambient shtëpie, sepse shtëpia është, ne kalojmë shumë kohë në shtëpi, të jesh në një ambient të t'japi lumturi dhe qetësi, të dalësh në natyrë, të shijosh gjërat që ka ofruar Zoti. Një person shumë që nuk e kam pas shumë të afërt në fakt, thjesht ka qenë në klasat e fitnessit para 4 vitesh, dhe është një ndër vajzat që i bëra tag këtu dje, promovova 4 profile, merr dhe mesazh pafund dhe më bëj dhe mua share, jo, më bëj share ata që ndjej unë me zemër që më japin pozitivitet, ata s'ma kërkuan. Për një moment mora telefonin dhe i bëra share se kështu e ndjeva, sepse dua që drita nuk dua të kaloj sikur s'po ndodh asgjë. Drita dua të marrë duart rrëhitjet që meriton. Edhe duhet bërë kjo gjë me çdo njeri. Dhe kjo vajzë humbi bashkëshortin në mënyrë tragjike me fëmijë të vogël. Jam munduar ta suportoj në privat, edhe pse po e them këtë gjë gjatë live-it. Ajo nuk ka nevojë për suport, sepse ajo është shumë e fortë vetë.
Por, në bisedat që unë bëja me të në privat dhe bëj vazhdimisht sa herë ka mundësi, ajo më tha diçka që mua më shkundi dhe më duk vetja njeriu më mos mirënjohës. Dhimbja thash këtu. Dhimbja nuk ikën ndonjëherë. Dhimbja shumë e madhe, ndërkohë ajo më thoshte këtu në bashkëshortin e kisha në shtëpi, dhe ajo se kishte. Dhe çfarë më tha? Unë jam mirënjohës e Zotit, tha, sepse kjo jetë është shumë e bukur. Qielli, tha, natyra, kafshët, shpendët, është shumë jetë e bukur. Dhe jam mirënjohëse. Dhimbja ime është këtu, po dhimbja ime nuk ka të bëj me mënyrën sa të bukur e ka bërë Zoti botën. Në ato momente unë thjesht më rridhin lotët. Një njeri që humbet shokun e jetës, gjysmën e vet, dhe do rrisi fëmijën e vetme, dhe arrin të jetë kaq shumë mirënjohës ndaj Zotit. Çfarë justifikimi kam unë dhe ti që mos të jemi mirënjohës ndaj jetës dhe ndaj Zotit? Nuk kemi asnjë. Dikush më quan heroin, kështu më tha. Je heroin sepse kish parë videon e autizmit në YouTube. Nuk jam heroin. Jam një njeri normal dhe ky reagim është normal. Qoftë ndaj autizmit, qoftë ndaj problemeve me fëmijën, e di që është sfida më e madhe sepse te fëmia thoptohet shpirti. Por ky është reagimi normal. Do të çojmë dhe vazhdojmë jetën normale. Nuk do justifikojmë ta marrim sfidën si një batanie dhe të zvarritemi gjithë jetën dhe të rrim të qaj dhe të fshim lotët. Jo. Është sfida ime, unë do e jetoj me mirënjohje, unë do e jetoj e buzëqeshur dhe do e shijoj më jetën. Po më do e shijoj, do e si para, do e shijoj jetën patjetër. Jam gjallë, për sa ko jam gjallë nuk do zvarritem, do jetoj tamam. Prandaj të inkurajoj në këto momente, kështu si jemi të gjithë. Do e bësh dhe ti me ne? Lëre celularin. Vendosi duart e zemra. Vendoseni duart në krahëror. E tregon mbrapsh telefoni, kështu që në dorën e majt e kam, edhe pse duket sikur e kam të djathtën. Mbyllim syt. Dhe përsërit. Faleminderit Zot. Për kaq shumë bekime që kam në jetën time. Jam shumë mirënjohëse për bekimet që vazhdojnë dhe vijnë në jetën time. Faleminderit që ke bekuar fëmijën tim. Faleminderit që ke bekuar bashkëshortin tim. Faleminderit që po bekon çdo ditë të gjithë njerëzit që më rrethojnë. Dhe mbi të gjitha faleminderit që më ke dhënë një dritë kaq të fortë në zemrën time. Jam shumë mirënjohëse. Kaq. Sa energjie. Shumë energji e bukur. Atëherë, kam një njoftim për të gjithë ju. Para se të vazhdojmë me pjesën, sa është ora të lutem më ndi? 10, kam 10 minuta kohë, do rrim 10 minuta bashkë. Pse më hikur shtrembër telefoni? Piva pak ujë. Edhe Okej, se në kushte kështu mo, sajojemi sa të mundemi. Kam një njoftim, do bëj edhe një shpjegim tjetër në lidhje me një surprizë shumë të bukur që kam vendosur sot në mëngjes. Hapa syt, bëra këtë mirënjohje të gjërat e mia dhe thash pse jo? Pse mos ta bëj? Kështu që do ju njoftoj për atë, por njoftimi është ky. Vendosa gjithashtu që edhe pse kisha ndarë mendjen që shtatori do ishte muaji i fundit që unë do punoja. Jo, do jetë nëntori. Në 6 nëntor filloni shumë kërkuari nga ju. Trajnimi për te limiteve njerëzor. Do ta bëj dhe një grup. Kam shumë energji, ndjej që kam energji për t'i bërë të gjitha, pse jo? Pse mos ta marr këtë energji dhe ta shpërndaj të gjithë ata që duan të punojnë me veten edhe ta përmirësojnë jetën e tyre. Por, ajo që ju nuk dini është që në datën 7 nëntor të filloj dhe trajnimi për të menaxhuar anktin. Kështu që unë do jem këtu me 2 super grupe të tjerë për ata që duan, edhe jo për atë se të gjithë duan për atë punë, edhe unë them rri këtu dhe them ha se dua dhe unë ta ndryshoj. Jo. Për ata që janë lodh. Për ata që janë lodh, ju është lodh shpirti me traumat e pashëruara. Për ata që janë lodhur, ndoshta me atë marrëdhënie toksike,
që mund të jetë marrëdhënie punës, marrëdhënie në çift, marrëdhënie familjare dhe nuk din si të vendosë limite, për atë që i shlodh shpirti, nga ankthi, nga frika, nga paniku, mbyllet në shtëpi, rri i fshehur, nga çfarë? Nga iluzioni, sepse nuk di të marrë kontrollin e mendjes, për atë që e ka ndarë mendjen, unë jam shumë gati këtu, nëse unë jap në live kaq, gjatë trajnimeve, unë jap me shpirt çdo energji që unë kam. Kështu e ndjej ta bëj, ose ja vendos qëllim vetes. Jam unë kështu jam. Rrjedh çdo gjë, fuqishëm. Dhe çfarë dua t'ju njoftoj është që çdo ditë do keni kontakt në WhatsApp bashk, kontakt të përditshëm me çdo pjesëmarrës të trajnimit. Si për te limiteve, si trajnimi për të menaxhuar anktin. 4 javë rresht nga hëna të premte të shtunën ndonjëherë dhe të dielën, ne kemi kontakt në WhatsApp, ti bën detyrat, bën ushtrimet. Por çfarë dua t'ju njoftoj është kjo, që trajnimet janë individuale, nuk janë në grup. Unë trajnimet nuk i bëj në grup. Vërtet mund të jetë seansa e parë prezantimit në grup, që ti mund të mbyllësh kamerën dhe aty flas vetëm unë dhe shpjegoj si do ndiqet trajnimi, çfarë do bëjmë, vëm pak muzikë, kënaqemi, ju motivoj pak. Po nga ai moment në vazhdim, ti me asnjë nga pjesëtarët e grupit nuk është se do shihesh më, je ti dhe vetëm ti. Kështu që gjatë trajnimeve do punojmë bashkë 4 javë, do bëj live të tjera patjetër, sepse dikush më tha, te ai asku që bëra këshilla ndaj meje, dikush më tha. Nuk e prisja të kam të drejtën. Deri diku, sepse jam e vetëdijshme, po. Nuk flet mjaftueshëm tha për trajnimet, edhe për librat, që ti lexojnë njerëzit dhe të punojnë me to. Dhe unë e kuptoj pse nuk e kam bërë këtë gjë për shumë gjatë. Ishin ato pasigurit, mos bezdisen njerëzit nga shpjegimet që do bëj unë, absolutisht që jo. Përderisa dikush nuk bezdiset nga kaq shumë dashuri që unë ja pas gjë me këmbim, sigurisht, ai që di të jetë mirënjohës, dhe ai që do vërtet punoj seriozisht me vete, nuk do bezdiset. As nga këto perla që unë ndaj që janë trajnimet. Ka shkencë, ka shumë kualifikime që unë kam bërë në aspektin profesional, ende jam duke bërë, po pishëm futë Eduardin të njëra, çdo mëngjes i kam lodh trut me neuroshkencë, se që duhet këtë neuroshkenca. Jo, të ka pëlqyer ajo. Vetëm pjesa e zakoneve, atë ke ndjekur ti, neuroshkenca e ndryshimit të zakoneve, se jam duke bërë një kualifikim tjetër. Kështu që ankthi po e po. Të gjitha këto çfarë unë ndaj janë eksperiencë jetë mbi të gjitha, po edhe diplomat, pas e kam pas këtë pasiguri që do më thonë njerëzit ai e diplomuar edhe lodha trut kaq vite që t'ju vërtetoja njerëzve që unë kam diploma dhe prap njerëzit vazhdojnë ai e diplomuar. Ndonjëherë në jetë di se si është puna, ti thua jo s'kam diploma dhe hec vazhdo. Gjithsesi, kaq për trajnimet, i ke gjithë jetën aty momenti që ti i merr ato trajnime. Kaq mund të them, pastaj më vonë do bëj live vazhdimisht. Për librat kam postuar, besoj mjaftueshëm, po dhe do vazhdojmë të postojmë, s'është problem. Çfarë vendosa sot në mëngjes që të bëj unë është kjo? Prit njerë të komentet. Flutura, jo, e kisha fjalën për Edi se që duhet, po qesh që thashë se që duhet neuroshkenca, nga që nuk e lodh shumë kokën Edi me këto gjëra, do me thënë edhe te kur vajtë mu diplomuam si trajner fitnessi që dham provimet në Spanjë, do me thënë Edi thjesht i mëson dhe ato përmendësh, ndërkohë unë gjithë anatomin, fiziologjin, kinezologjin, unë i kisha me qef, më rifreskoheshin nga fakulteti, më rikujtoheshin, i kisha me shumë dëshirë. E kam këtë prerje, gjithmonë më ka pëlqyer shkenca, po Edi nuk është se ka ndonjë kurreshje për shkencën, thotë hajde të bëj, Edi shikon të anën praktike, bëjnë këto ushtrime për këto muskuj, andaj këtej. Edhe tani që po bëj një trajnim për neuroshkencën, edhe rastis që është Edi aty në sallon, kur çohet ndonjëherë dhe ky herët, edhe kemi dëgjuar neuroshkencën e ndryshimit të zakoneve, por është një këndvështrim ndryshe, domethënë. I ka interesuar, i ka tërhequr. Edhe kaq, se pastaj kur vazhdon flet ai për pjesën e sistemit nervor, të gjitha këto ndarjet e sistemit nervor, çohet Edi gjasme po bën kafe, kuptoj që lodhet. Tani, vazhdoj me shpjegimin çfarë vendosa unë. Floreta e dashur, përshëndetje. Çmimet e trajnimeve. Ka diçka me çmimet e trajnimeve. Unë nuk e kam problem që ti them hapur, edhe pse hapur i kam thënë sepse e keni një link te profilim, janë aty të pasqyruara çmimet. Nuk ka hapësirë për sekret ose s'ka. Madje edhe për librat, unë prandaj nuk i them ndonjëherë çmimet sepse i ka kopertina mbrapa. Madje janë më lirë se sa janë te kopertina, ç'është e vërteta, shiten më lirë. Por ka një farë niveli të caktuar në atë që unë ofroj. E kam vendosur që do jetë niveli i tillë. Për shembull, që në seminarin që u bëj, unë nuk vonoj as një sekondë, jo 1 minutë. Pra jam aty, nëse fillon në orën 6, në 6 mua më ke aty. I presun studentët të vinë, nuk më presin ata mua.
Nëse unë kam trajnime të cilat do flas për eksperiencën time, kam fol pa doreza, situata reale, çfarë më ka ndodhur mua, problemet me bashkëshortin, me çdo gjë pa komplekse. Nëse unë jam e formuar profesionalisht dhe shikoj që kam një hapësirë të vogël të trajtimit i traumave ose të trajtimit i panikut, do sigurojmë të bëj një kualifikim që zgjat minimumi 4 muaj, që unë të informoj mjaftueshëm, ta mbush edhe atë hapësirë boshllëk, sepse kjo jam unë. Pra ka një nivel shumë të lartë. E kam vendosur unë që niveli do jetë i lartë. Që kur vjen dikush bën trajnimin te unë, të dali në fund të thotë jo na trajnim si ky nuk isha bërë më parë. Dhe këtë gjë e kam arrit deri më sot. Se ç'a ndodh më tej, nuk e di. Për këtë arsye unë nuk dal të flas sikur bëj pazar. Kaq lek bën kjo, kaq bën kjo. Nuk po shes rroba. Nuk është faqe që mund të promovoj rroba. Janë trajnime, jetë ndryshuese dhe të flasun tani për çmime nuk ka kuptim. Prandaj kam bërë një prezantim shumë profesional. Kam investuar në një website. Të gjitha trajnimet janë aty, me çmimet, me përmbajtjen, me gjithë çka tjetër. Ka një staf që paguhet çdo muaj, rrog, paguhet me rrog, që përgjigjet në WhatsApp, që mirëmban ato trajnime, që mirëmban ato website. Ka persona të cilët paguhen që të bëjnë videot, që unë prezantoj trajnimet, që do rregullojnë këtë live, do presin sekuenca nga live-i dhe do i postojmë te grupi WhatsApp-it. Jam përpjekur ta bëj sa më profesionale këtë gjë, sepse dua të jem sa më afër ideales, se perfektja nuk ekziston, por sa më afër ideales. Kështu që nuk mund të flas unë tani për çmim me trajnime, ma besoj që çmimi është aq modest në krahasim me atë që ti merr. Sepse unë kam bërë trajnime edhe vetë dhe vazhdoj të bëj për veten time. Por s'kam parë asnjë mentor që të më rri mbi kokë mua 4 javë çdo ditë, unë të shkruaj te numri i tij në WhatsApp dhe të më përgjigjet, se bën askush. Unë kam vendosur ta bëj, sepse është kjo faza e zhvillimit te ne shqiptarët që akoma nuk jemi gati të fluturojmë vetë. Kështu na kanë mësuar, na kanë lidhur me shumë imagjinojse litar energjie që kemi krijuar atë iluzioni që ne kemi nevojë për dikë tjetër se ndryshe si ja dalim dot vet. Dhe unë nuk mund të them merre trajnimin tani hec vazhdo. Jam aty për të. Kaq për trajnimet, vendosa të bëj. Dhe çka shumë të bukur. Grupi që ne kemi hapur tani në WhatsApp, po shkon 700 persona. Do shkoj shumë më shumë sepse nëse kam shpërndar në story gjatë fundjavës kam harruar. Do e shpërndaj vazhdimisht që të bashkoheni të gjithë ju që doni, sepse aty do jap ushtrimet. Pra ushtrimin e ditës e kam bërë gati, por nuk do e jap këtu, do jap te grupi WhatsApp-it. Nëse e do shkosh aty. Vendosa që ky grup të jetë vetëm për vetbesimin, sepse dhe titullin kështu e ka transformuar në vetbesim, dhe do bëj grupe të ndara që secili nga ju të gjej veten. Dhe nëse është një grup me 1000 persona që është miks, pak spiritualitet, pak ankth, pak vetbesim, unë e di që të gjitha këto janë paket, por janë me stade të ndara, nuk janë miks të gjitha bashkë lëmsh. Dhe për këtë arsye do bëj grupe të veçanta, që secili aty në WhatsApp mos të bezdiste dhe të gjej veten. Kam vendosur që do bëhet një grup i dedikuar vetëm shpjegimeve për ankthin, panikun, depresionin, shëndetin mendor. Do bëhet një grup për një nga ato aspektet që kureshtja ime nuk vdes ndonjëherë. Aspekti spiritual, po, do bëj një grup. Rrezikimi shpirtëror, dimensionet e tjera, do jetë grup veç. Pra do ndahen dhe në të ardhmen, që nuk e di se kur, do bëhet një grup që unë live dua të kërkoj bashkëpunim dhe nuk e di nëse do pranoj. Që të bëjmë një grup për fitnessin, për regjimin ushqimor, të japim këshilla. Po flas me trajnerin tjetër të familjes. Ti nuk dëgjon? Apo bën sikur s'dëgjon? Kyçja. Po ku je zhytur më aq thellë? Di unë aty ku je zhytur, vazhdo. Vazhdo, të shketi të nxirr lek. S'e bëj shaka, dëgjoj. Do bëj një grup për fitnessin, e di pse, sepse te gjërat që më kanë dërguar shumica e njerëzve që më ndjekin, gjërat që duan që unë të postoj më shumë, ka pas mbi 20 përgjigje fitnessi, të lutem fitnessi, ushqimi, suplementet, detokset. Mendoj të bëj një grup WhatsApp-i në të ardhmen. Thua? Po je live këtu, e premtove, janë 255 veta këtu, nuk gënjen dot. Do e bëjmë? Po nuk do postoj vetëm unë, do postosh dhe ti, jo do më lësh mua. Ha? Se unë do kem grupi ankthit, grupi spiritualitetit, grupi vetbesimit 3. Grupin e punës e kam me stafin që punoj 4. Qa grup tjetër kam? Do kemi edhe këtë të fitnessit 5. Po më shka shumë se më duket se kam unë. Jo, nuk ke, ti vetëm të fitnessit do kesh bashkë me mua, ke dhimbje kokë,
Mariola, sa dëgjoj zërin tënd të shurojmë nga akti, po atëherë hajde mbledh të gjithë që kanë akte dhe t'ju flas. Po të ishte kaq kollaj, më vjen mirë, e kuptoj pse e thua këtë gjë, më vjen mirë. E Donita thot, Jona, edhe vajzave të mia ju i bër familjare, sa hapi sy thon ma, Jona po dëgjon, më fal që e përktheva nga dialekti yt, e përktheva se e bën truri vet automatikisht. Sepse ka thënë sa ti çelin syt thot, e kupton? Se ja kënga, çeli syt. Duan firmë njerëzit, thot, që ti do postosh te grupi. Do hedhësh një firmë, se ndryshe nuk të besojnë. Bëni mirë që se besoni, se kështu bën ky. Pastaj ma lë mua. Ne prandaj më pullën te kristale, se unë mbyta, thash se unë mbyta, hikë, thash se si ja dal dot. Hajde, firmën. Këtu. Hajde, afro, zjatë dorën, hidhe firmën këtu te dora ime. Bëri dhe një vull bank që ta pranojnë. Mos më godit fort. Pak më fort nuk mundesh. Kështu që vula o vendos. Por do hapim këto grupet si fillim. Dikush tjetër më pyeti, po oraret e trajnimeve, çfarë orare kanë? Nuk kanë orare. Nuk kanë orare. Trajnimet që ti do ndjekësh nuk kanë orare. Do i ndjekësh ti në kohën tënde, janë të gjitha të regjistruara te websajti. Koha me mua kur do flasësh, kur të ta doj zemra aty, kur të kesh ti mundësi. Ti mund të më shkruash në orën 9 deri në orën 9 të darkës jam në fakt te WhatsApp-i i punës, po ti mund të më shkruash në orën 6 të mëngjesit, unë çfarë në orën 8 të përgjigjem. Nuk ka rregulla. Shiko, unë nuk dua të shtoj stres, t'ja rëndësim vetes. Unë jam mentorja, do të ndiq në ritmin tim. Jo, je ti prioritet, ti je mbreti te trajnimi. Unë jam në shërbimin tënd. Kështu e kam vendosur. Nuk dua të përjetosh ti stres, orare, të kapësh orare. Kështu që trajnimet që fillojnë datën 6 dhe 7 nëntor, do bëjmë live vazhdimisht. Çfarë është ajo aty në det? E shikon? Aty. Mbas asaj kolonës, e shikon që po lëviz. Një gjë e zezë. Se mua më hecën me këto me delfina me gjëra, jam po lëviz një gjë e zezë. Asa unë nuk po shikoj ndonjë iluzion, është aty, unë po e shikoj me sytë e ballit. S'po e shikoj me sytë e mendjes. Ama zemër pedallon apo jo? Po edhe, Çfarë është ajo? nuk e nga valla, nuk e di, nuk ka uçur. O, edi po lëviz, ja, doli mbi ujë. Doli si për ujë. Jo, një gjë është. Një gjë e zezë. Do jetë prapë ajo gjëja që pa shumë delfina, çfarë ishte ajo? Shikon sa bukur. O, edi, ai është njeri. Ai është notar. Ai po noton, shiko krahët, shiko këmbët, ai është njeri apo jo? Dhe ka lidh një nga ato kështu. Ai është njeri. Ne bëm delfin me zor. Jo, është njeri, nuk është as delfin as peshkaqen. Për ta shenjë dhe ne thot Zamira, po jam të ja kthej, po shumë larg, frit. Është larg fare, domethënë mbrapa asaj kolonës ku është gishti im, prit. Nuk duket, është shumë larg. Kristina thot dola të shoh nga balkoni. Grupi, kështu që do bëjmë këto grupet e bukura. Sepse unë kam shumë për të shpjeguar për spiritualitetin, po nuk dua të shpjegoj të gjitha në Instagram ku janë të gjithë mix, kam shumë për të folur për anktin, njerëz zakonisht shumë, po dikush më tha te ask që bëra, të lutem jo më për anktin, tha mos na fol më për anktin. Tani njerëzit shumica thonë na fol, na ndihmon, na jep teknika, dikush tjetër thotë mos na fol, kështu që më mirë të bëj grupet e WhatsApp-it, secili të marrë atë që ka nevojë, edhe unë të shpjegoj e qet. Jo, e kemi edhe ndrydhur çfarë të bëjmë parë. Kështu që duket e pan dhe njerëzit, ishte njeri, po e di se si duke një pjesë e zezë, si duket ka vendosur në gjithë e koka dhe çoi kështu. Po që ka njeri notar të lumtë, njeri të lumtë. Është veshja, po. Po nga që doja shumë të ishte delfin edhe mundohesha, e ke pasur kur gënjejnë veten me zor, do që ta gënjesh veten, faktet janë aty, thua, jo se jam mirë, jam e lumtur, nuk dua të bëj trajnime, s'dua. Ja që ndonjëherë kemi nevojë, po që ka super notar. Qa noti që bën sa qetë. Është në habitatin e tij duket, ë? Grupi, faleminderit që ishit me mua. Kam përshtypje se tani sa është ora? Shkoj 25? Po. Është sa është fiks? 25. E 25 tani vjen vllai, kam lënë takim, kështu që po ikë të mbaroj punët e mia, ju dërgoj shumë dashuri. Kafe nuk po e pi sepse kam një dhimbje të fortë koke që dje dhe ja, e vëzhgojmë veten, ças na bën mirë, e lëm aty. Kështu që do marr një çaj, që ta kem rrugës në më qetësoj pak, se kam pak dhimbje koke që nga dje në fakt. Kaq për momentin.
Kështu që ju njoftova për trajnimet ata 6 dhe 7. Stafin e keni në dispozicion numrin e WhatsAppit, po dhe mua më shkruani në privat të gjej mundësinë t'ju përgjigjem. Dhe grupi i WhatsAppit që u do bëj tag, grupi Falas, transformo me vetbesim, aty do jap të gjitha ushtrimet dhe teknikat, nuk i jap me live. Kemi 2 ushtrime, janë 5 pyetjet nga live i kaluar që akoma nuk i kam dhënë gjatë fundjavës. Është dhe detyra që unë do jap për sot, që e kam përcaktuar si një teknik shumë të fuqishme të arrish ti vëzhgimin e vetes, po mbi të gjitha. Unë e ka provuar vetë, e nuk e keni idenë se sa të bën ti jesh prezent në moment. Është një ushtrim shumë bukur ku lejon neuroplasticitetin që të ndodhi. Çfarë do të thotë? Është një ushtrim që lejon neuronet dhe lidhjet midis tyre që të zgjerohen dhe të krijohen rrugë të reja neurologjike dhe ti jesh më prezent në moment. Pra ushtrimi sot duket që sharak, po ka shumë shkencë brenda. Unë e bëra vetë. Mirë që nuk thyeva ndonjë dorë ndonjë këmbë kur e bëra, nuk është shumë i rrezikshëm. Kështu që në ambient shtëpie do e bëni pa merak, do e japte grupi, është shumë interesant si ushtrim dhe ushtrimet e tilla kanë pafund, po tani vendosa që t'i jap se jo janë shumë interesante. Kështu që futuni te grupi që unë do bëj tag në story grupi që është Falas, dhe dikush thotë tjetër ku dëgjoj numrin e stafit. Numrin e stafit e keni te profili vazhdimisht, po e shënoj edhe një herë këtu në live ti bëni një screenshot. Plus 355 68 38 17 117. Pra plus 355 68 17. Ky është numri i WhatsAppit. E shikoni Fatjona Cici që jam unë që shënova numrin, bëj screenshot. E të kontaktoj në WhatsApp për trajnimet për gjithçka. Po unë kam bërë një gjë shumë të mirë që e kam bërë me link. Çdo trajnim ka linkun e tij. Futu te profilin, kliko te linku, edhe aty gjen detajet e trajnimeve. Zamir thotë s'është i rrezikshëm, po desh thyve ndonjë dorë ndonjë këmbë, se unë jam tip që nxitoj shumë. Ju nuk do nxitoni, do e bëni me qetësi, do japun instruksionet. Po prandaj provoj një herë vetë gjëra aty që të sigurohem se mos marrni qaf njerëzit. Kështu që pa merak, i bëjun eksperimentet me veten. Kështu që grupin për stërvitje Ariela presim edhe pak. Presim edhe pak. Ndoshta janë pasiguritë mia, ndoshta kam nevojë ta shëroj edhe pak veten në lidhje me pamjen time të jashtme, ndoshta ndjej vërtet që dua të fuqizohem vërtet edhe pak fizikisht, ndoshta niveli i energjisë nuk është aty që unë të çoj pezull gjithë klasën e fitnessit, mund të jem nga pak nga të gjitha, jam duke punuar me veten. Por unë do vi me ato trajnimet e mia kur unë të jem e pastër 100%, domethënë nuk do e bëj se ma kërkoni ju, apo nuk do e bëj se ma kërkon llogaria e bankës. Do e bëj kur unë të jem e pastër, e sigurt edhe në atë fuqinë time maksimale. Kështu që për fitnessin do presim edhe pak. Tani këto gjërat që unë ndihem shumë e fuqishme, to i bëjmë gati. Do hap edhe 2 grupet e tjerë. Do ju njoftoj ditë pas dite, qëndroni aktiv në story. Do postoj 2 ushtrimet sot te grupi, nga mbasditja ndoshta. Dhe çfarë do bënim tjetër ne? Dhe kaq. Një përqafim. Një puthje. Edhe mbyllim, okay? Hajde, kalofshi mirë edhe vëzhgoni veten, mos harroni, vëzhgoni veten vazhdimisht. Ndryshe ju mori lumi, na mori lumi të gjitha.